45 i Kushtetutës parashet që vota është personale, e lirë dhe e fshehtë dhe është ndër të drejtat themelore të njeriut. Kryeministri Thaçi po e shkel këtë garancion kushtetues të qytetarëve duke u bërë atyre presion psikologjik në prezencë kur i detyron qytetarët që të tregojnë edhe në prani të mediave se për kë do të votojnë. Pra i detyron ta bëjnë votën publike duke u bërë atyre presion politik, publik dhe mediatik. Për më tepër, Kodi penal i Kosovës që ka hyrë në fuqi në januar të këtij viti, parashet se kushdo që në zgjedhjet cënon fshehtësinë e votimit, dënohet me burgim deri në 6 muaj, dhe kushdo që me përdërim të forcës apo ndonjë mënyrë tjetër detyron qytetarët të tregojnë se për kë votojnë, dënohet me burgim deri në 1 vit. Veprat e tilla janë në veçanti të dënueshme nëse ato krihen nga zyrtarët që mbajnë zyre publike. Prandaj qytetarët, nga të cilët kërkohet të tregojnë se si do të votojnë, kanë të drejtë që të ngrenë padi penale kundër kryeministrit të Republikës së Kosovës, sepse ai jo vetëm që po shkel një ndër të drejtat e tyre kushtetuese, pra të drejtat themelore të mbrojtura në kushtetutë, ai po ashtu po kryen vepra penale të dënueshme sipas ligjit 218 të Kodit Penal. Po ashtu, siç jeni njoftuar në javën që shkoi, ne kemi dorëzuar në PZAP, panelin zgjedhor për ankecat e parashtresa, ankesë kundër kryeministrit, njëherësh edhe kryetarit PDK-s, i cili në shkëmbim të votave po premton pambulesë, kuptohet investime multimilionshë, pra shpërblime monetare në shkëmbim të votave për Partinë Demokratike të Kosovës dhe kandidatët e saj. Megjithatë, deri tani PZAP nuk ka kthyer përgjigje, përkundër faktit që ekziston një praktikë e PZAP-s që ankesat që bëhen gjatë fushatës zgjedhore të kenë përgjigje brenda 24 orësh. Afati maksimal që lejohet është 5 ditë, ndërkohë deri tani kanë kaluar 9 ditë dhe ne ende s'kemi përgjigje. Ne dje e kemi dorëzuar edhe ankesën e dytë kundër kryeministrit Thaçi, që mbështetet në bazën e një juridike, mirë po i referohet qyteteve të fundit, ku ai i bëri po të njëjtat premtime. Përderisa PZAP ka praktikuar pra përgjigjen e shpejtë, ne i bëjmë thirrje që edhe kësaj radhe të përgjigjet, sepse një përgjigje e tillë nuk do të kishte efekt pasi të përfundon fushata zgjedhore, sepse i gjithë efekti apo ndalesa për kryeministrin që të vazhdojë premtime të tilla do të duhet të bëhej tani. Pra në mënyrë që mos krijohet pabarazia në mes të kandidatëve dhe të mos shkelet si ligji për zgjedhjet e përgjithshme ashtu edhe ligji për zgjedhjet lokale, të cilët në mënyrë eksplicite ndalojnë dhënien e premtimeve nga buxheti publik në shkëmbim të votave. Pra ne shpresojmë që së shpejti do të marrim një përgjigje të tillë, sepse përndryshe po krijohet një precedent i rrezikshëm i shkeljes së rregullave zgjedhore gjatë fushatës. Sot PDK-ja deri në Prishtinë ka reaguar ndaj një tubimi që ka mbajtur kandidati LDK Mustafa me personelin mjekësor, duke thënë që shumica e qendrave të mjekësisë familare kanë qenë bosh. Në fakt kjo nuk është e vërtetë. Me siguri PDK-ja është në panik për shkak të pjesëmarrjes dhe mbështetjes së madhe që të gjitha kategoritë po i japin kandidatit Mustafa, ne po dëshirojmë të informojmë më ata dhe të gjithë qytetarët që të vetmit shërbyes të cilët kanë qenë të ftuar në këtë tubim dhe që kanë marrë pjesë kanë qenë ata të ndrimit të dytë, të cilëve u fillon ndrimi pas orës 1:30 dhe ata të ndrimit të tretë, të cilëve u fillon ndrimi pas orës 7. Disa prej cilëve kanë marrë pjesë kanë qenë po ashtu shërbyes të cilët e kanë pas ditën e lirë. Mirë po nuk i kemi ftuar asnjë nga shërbyesit të cilët shërbejnë në ndrimin e parë që është deri në ora 1:30. Megjithatë ne shfrytëzojmë rastin të gjithë ata që kanë marrë pjesë të falenderojmë për mbështetjen. Ankesat në PZAP janë bërë për shkelje që kanë të bëjnë me shkeljen e kodit zgjedhor, pra që nënkupton premtimet monetare në shkëmbim të votës, kurse shkelja e kushtetutës, shkelja e drejtave themelore të njeriut mund të bëhet vetëm nga qytetari, e drejta individuale e të cilit po shkelet. Prandaj qytetarët duhet të jenë të njoftuar që ata e kanë këtë mundësi, që ata mund të ngrisin padi penale, nëse ndihen që fshehtësia e votës funksionohet, sepse askush, pavarësisht a është kryeministër apo dikush tjetër, nuk guxon të krijojë rrethana të tilla të presionit, ku ata do të detyroheshin që publikisht në prani të mediave dhe të tjerëve të tregojnë se për këtë do të votojnë. Mirë po ajo është e drejtë që e ka secili qytetar, kuptohet. Nuk mundet dikush tjetër për qytetarin e drejta i cili është shkelur ta bëjë padi.